Përshëndetje, faleminderit që erdhe zemër. Mund të thuar si e ke emrin fëmijëve të komunitetit? Më quajnë Sara Haruni. Sa vjeç je, Sara? Jam 14 vjeç. Wow, zoti i madh arritën fëmijët të shpejt. Sa vjet ke me Marley Got Talent? 5 vjet. Po kjo është baby e Marley Got Talent, e shikon? Shumë faleminderit. Shpirti, çfarë vjershe ke zgjedhur po sot? Gjua jon. Sa e bukur Mirika unë tash, po të lej ty. Rosh, faleminderit. Gjua jon. Të shkruan gjuhën tonë, kombin ta drejtojmë. Gjithë që është e çka qenë, nga dalës ta mësojmë. Pa shihni që gjuhë e mirë, sa shije ka hije, që e bukur edhe e lirë, si gjuhë perëndie. Shumë e bardhë kjo ditë për gjithë shqiptarët. Do na sjell një dritë që se kishin të parët. Kjo dritë do na bjerë të gjitha mirësit, dhe gjithë do t'i ngrerë dëmet e marzit. Si lumë kush zë të mbjellë, lumë kush vë këtë pemë, se kjo ka për të pjellë, zmbulohet të me remë. Bravo, 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 shumë faleminderit, bravo zemër. Rosh. O ylli i bukur dhe i vogël, faleminderit që erdhe zemra sot. Si e ke emrin? Mund ta thosh emrin për fëmijët? Unë kam emrin Ana Shahinaj. Po e diti që ke emrin e vajzës time? Është emri më i bukur në botë. Ana, sa vjeç je ti shpirt? Unë jam 9 vjeç. Ke shumë kohë me Marley Got Talent, sa vjet? Kam kjo është viti dytë për mua. Bravo, bravo. Dhe që sa bukur e flet shqipen o Flori, bravo shpirt. Çfarë vjershe ke përgatit sot? Unë kam përgatit dhe pranvera Erdi. Bravo, shumë bukur. Të si unë do iki që t'jeshti ylli, Okej. Dhe pranvera Erdi. Pranvera Erdi në për ftyra tona është qeti në gëzim dhe ndër zemra tona ngreti në fale, aneria të bukur, aneria të re, me dëshirat të sumta për buzëqes në lullëzim. Dhe dalën dyshe Erdi, si spirit në këtaz, në havën e sejtë shtri, me qelin raket, me delin putet, dydhen krahat në hare, mandaj pas të vërsulet. Tu e liru me qiqirim për sëndetin e mia. Dhe vese skëllqen, në një pik të argjent, pas qërët jeta, të heqë si anda dhe si vizatimi, ndër orët e hyzimit, kus për dhe nagimi, e rezët e artë rës qasin ndër fleta. Bravo shpirt. Faleminderit. Marques, o zemra ime, po unë të njohë të gjithë bebe që ka të voçkël. Edhe tashi kam fatin që të kem ty këtu që të na recitosh një vjersh të bukur. Po mirë, do ja thosh që ke emrin atyre fëmijëve në televizor, si e ke emrin ti? Marques? Po mbi emrin? Sama? Bravo, bravo. Sa vjeç je ti, Marques? 6. Është 6 vjeç. Sa quni mathi e bërë. Po mirë, do recitosh një vjersh sot, më tha mami? Po. Po qa vjersh do recitosh? Dalën dyshe? Dalën dyshe, sa e bukur është ajo. Mirë, ti iki unë të shi, do ta recitosh ti? Po. Mirë, do ta mërthej atë? Dalën dyshe shqep qilë për, faqe kujqe bishkëshër, në gjithë botën më e bukur, cilën tokë është dukur, në gjithë botën o fëmi, është nëna Shqipëri. Bravo, 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 bravo. Sa punë të bukur ke bë, bravo, shpirti, jam shumë krenar për ty zemra ime. Përshëndetje zemër, po sa quni madh që je ti, aman o zote sa i bukur. Si e ke emrin? Rowan. Rowan, sa emër i bukur. Rowan, sa vjeç je? 10. 10 vjeç, është sa i madh, mi aman o zot, po si malet e Shqipërisë jet, aman. Çfarë vjershe ke përgatitur për sot? Unë kam përgatitur bagati e bujqësi. Sa e bukur, mirë shpirti. Unë tash i po të le ty, Vazhdo. O malet e Shqipërisë, e ju o lisat e gjatë, fushat e gjerë, me lullet që ju kam dërmend dit e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumejnë të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyje të gjelbëruar. Do të këndoj bagëtinën që mbani ju e ushqeni, o vëndëthit e bekuar, ju mëndjen ma dëfreni.
Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Zemrën ti më gatove, plot me dëshirë dhe me zjarë. Shqipëri, o mama ime, ndonë nëse jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka haruar. Kur dëgjon zëthin e sëmës, qysh edhe qingji kopena, blegërin 2-3 herë, edhe ikën e merdhena. Edhe në i prefshin u dhe 20-30 vet, e ta tërmbin a i skthehet, po shkon në mes si shigjet. Ashtu dhe zemra ime, më lë këtu tek jam mua, vjen me vrap e me dëshirë tek viset e tua. Tek buron ujet e ftohtë, edhe fryn veriu në verë. Tek mbin lullja me gas shumë me bukuri e erë. Ku i fryn bariu gjurasë, tek kullosin bagëtia, ku mërzen cjapi me zile, atje i ka mënd e mia. Atje lind djell i qeshur, edhe hëna e gëzuar. Fat i bardh e mirësia në të vend janë mbulluar. Nat atje është teatr nat, edhe dit teatr dit. Në pëjet e gjallëbëruar, atje rin perëndit. Ose. I hoqa syzët se më bërë për të qarë, asa bukur është shpirt. Lumë, ne që ju kemi. Eva, mirë se erdhe zemër. Jam shumë mirë njose, sepse moshatarët e tuja dalin shëtisin në përmallë dhe ti vjen këtu që të kontribush për komunitetin, në të ndihmosh fëmijët e tjerë që të mësojnë shqip. So shumë faleminderit shpirt. Po për gjithë fëmijët e vegjël, a mund na thosh si e ke emrin? Iva Shtylla, kam 14 vjeç. Sa vjet ke me Marley Got Talent? Që në moshën 4. Tamam baby Marley Got Talent. Po kur thënë mund që Marley Got Talent është një institucion i kulturës shqiptare, kjo është. Qa vjershe ke përgatitur sot? Miku i vërtet. Faleminderit. Në zjarë zbukurohet ari. Miku i mirë është si zjari. Vërtet na qorton me gojë, të prap kur të na shoh. Po kur kemi nevojë, në zemër do na kërkoj, dhe rrezik të na shpëtoj. Përkundër një mik i lig, stregohet kur besnik, dhe kur silemi të marr, na thot si na vjen bar, dhe në rrezik kur takojmë, s'na qaset as ta kërkojmë. Bravo, shpirt, bravo. Faleminderit, zemër. Faleminderit shpirti që erdha. Për komunitetin mund na thuash një çik se sa vjeç je dhe si e ke emrin? Unë jam 13 vjeç edhe kam emrin Enci. Sa emër i bukur, edhe besa ime ka emrin Enci. Sa vjet ke me Marley Got Talent? Është viti e dytë. Viti dytë, bravo, shpirt. Shikoni, ky është një shembull tjetër i rinisë shqiptare, sepse këtu ke Marley Got Talent jo vetëm që mësojnë gjuhën dhe poezinë dhe kulturën shqiptare, por mësojnë ato vlerat dhe traditat e dhënia edhe bashkëmirësia dhe dashuria për njëri tjetrin është një nga ato vlerat që mësojnë këtu në komunitet dhe më bëhet një shikoll Korenci. Faleminderit shumë shpirt. Çfarë vjeshe ke përgatitur sot? Flamuri. Ku ka gjë më të bukur? I ka unë të sheshe jotja. Në gjyrë të kuqe ka flamuri, me shqeponjen me 2 krerë. Na jep emrin më të bukur, jam shqiptar me besë nder. Ndaj për herë për çdo fest. Vesh me gaz një bluzë të kuqe. Me thot mami fytyrë qeshur, ti me je si lul kuqe. Sa bukur. Ku ka shqiptar që së shkrenar për ato flamurin dhe për ato shqiponja tona, kështu? Bën ti në një kështu? Ashtu dhe. Faleminderit shpirti. O zemër, o kukull, faleminderit që erdhe shpirti. A mund ta thuash për dëgjuesit dhe shikuesit e vegjël se si e ke emrin edhe sa vjeç je? Unë jam Ertea Musa edhe jam 9 vjeç. Zot. Ertea, qa vjershe ke përgatitur për ne sot? Shqiponja. Shikoj me flamur, me shqiponjë, me gjuhën, me malet, me pramverën, të gjitha e kemi pasur sot. Faleminderit shpirti edhe mund të recitosh. Hapi krahët fluturo, thellë në përkall tërsi, udhëtove, qerdhe, ku do të vesh ti, as një gjest të mbush ka syri, as kjo pem, as ky gur, mu në fund të mojtri më resh, pere qerdhe në flamur. Bravo. Po mirë të shi, mu më tha mami që ti edhe këndon.
Do mundesh këndosh për ne? Qa këngë do këndosh? Sa i dua lulet. O, sot i mash, o, sot e bukur që është. Mirë, po të lej tash edhe një herë, do këndosh tash? Në rregull. Sa i dua lulet, kam për to kujdes, i ujt me gzim, mëngjes për mëngjes. U adi dhe emrat, gjyrat dhe aromat, si që i di dhe festat, që nu adurojmë. Se lulet janë si zemra plotrit, dhe bashk me ne pranvera i rrit. Me gëzime festa mbushur jeta jone, me mira lule për të lulëzojnë. Se lulet janë si zemra plotrit, dhe bashk me ne pranvera i rrit. Me gëzime festa mbushur jeta jone, me mira lule për të lulëzojnë. Shiko që talente s'kemi këtu. Po së shpejtë do të qikojmë ke Kanada Got Voice, se të shidhin qik na shpëton e qik anglisht, po të Kanada jemi. Falemderit, ki një zë të mrekullueshëm shpirt. Rofsh. Amla, falemderit që erdhe shpirt, po nuk kam pasur më të bukura, si deti jonë i Shqipërisë, nuk kujtohet Riviera Shqiptare kur shikon sytë e Andës. Falemderit, Amla, tash i thuaj emrin e plot për shikuesit. Si? Emri im është Amla. Po mbi emrin? Polana. Bravo. Sa vjeç je, Amla? Jam 10 vjeç. Sa vajzë e madhe, moj. Po, sa vjeç ke me Marley Got Talent? Kjo është viti 2. Viti 2, bravo, të pëlqen? Po. Bravo, shpirt edhe. Shumë faleminderit që po jep kohën tënde për fëmijët që të na shikojnë në televizor. Bravo, shpirt, bravo. Qa vjershe ke përgatit sot? E ka emrin Vjeshta. Vjeshta, sa është shumë e bukur. Mirë, recitoja dhe shiko aty ke kam. Vjeshta. U shtu kvapa, shkoj dhera, dhe bilbili më skëndon. Erdhi Vjeshta me të tjera, syrien që i shikon. Deret koha hapen ret, gjëra plumbi për sëri, duket prap tjetër jetë, që natyra ndëron tashti. Era fryn, pletët bien, pemët shvishen si nga mot. Mali fusha më s'ka hien, që i kishin gjërë në sot. Bukurit janë zhdukur, shiu e bryma zuri vënd, bari lulet kopshti i bukur, u ndryshuan në çdo kënd. Por mirë është Vjeshta, sepse bujku gjithmonë punon. Për të vjelur sot ka vreshta, nesër arat po lëron. Njerëzit në çdo anë po sa ngrien në mëngjes. Në përfusha çdo gjë kanë, rëndi mbledhin me kujdes. Pra me punë gjithë të rojmë, se veç puna në vlen, sepse ndryshe strashëgojmë verën tjetër që po vjen. Bravo, shpirt, bravo. Shumë faleminderit, zemra ime. Shumë faleminderit. Shpirt. Hajde. Përshëndetje, Ina. Përshëndetje gjithë fëmijëve. Faleminderit që më lejove, që na lejove sot me Alp TV vim të marrim pjesë në një nga aktivitetet që organizon Marley Got Talent. Jemi shumë mirënjohës me gjithë shpirt, sepse e di se sa punë, se sa kohë, qoftë nga ju, nga fëmijët, nga prindrit, prandaj dhe ju falenderoj nga zemra. Edhe ne ju falenderojmë për ftesën. Fëmijët recituan shumë bukur edhe mendoj se kishin bërë një punë shumë të mirë. Ju uroj suksese në këtë edicion. Gjuha e nënës, ty e si dhe Alp TV-s. Ndjehem e vogël në krahasim me punën që Marley Got Talent bën në komunitet. Unë e di që ty nuk të pëlqen, që të flas për Inën, por unë do flas për Marley Got Talent, sepse është një institucion tashmë kulturor në komunitetin shqiptar në Kanada. Po jo vetëm. Marley Got Talent, si më bëhet mishi kokër, sepse flas nga zemra, është një shembull i shqiptarisë, i bujarisë, i mirësisë, sepse nuk i mëson thjesht vjershat dhe këngët shqiptare, mësojnë vlerat e popullit tonë dhe të kombit tonë, mësojnë se si të mësojnë njëri tjetrin,
të përkrahin njëri tjetrin, të bëjmë punë letare sepse ashtu ja thot zemra, dhe jo vetëm për paran dhe për fitimin dhe për suksesin, sepse tashmë bota ka ndryshuar dhe të mësojmë ato vlera që na ngelen ne si komb. Është shumë e vërtetë dhe unë jam shumë e lumtur që gjej një bashkëpunim të prindrit, sepse ky koncert ose ky vend nuk bëhet pa bashkëpunimin e prindërve dhe të fëmijëve. Me thënë, një përpjekje e një komuniteti për të arritur diçka dhe jemi të gjithë së bashku në të me përpjekjet që bëjmë dhe kemi mësuar jashtëmase të njohim njëri tjetrin dhe të mësojmë si të lidhim fëmijët me njëri tjetrin. Kjo është edhe qëllimi kryesor i Marlies Got Talent. Përgëzim me gjithë shpirt. Kisha një pyetje, se unë e di që ka mbi 10 vjet, 11 vjet Marlies Got Talent. E mban mend se sa fëmijë gjithsej ka qenë pjesë e jetës tënde? Pyetje, kjo do të shumë përpjekje, Për afërsisht. Në fakt, Marlies Got Talent në fillim ka filluar në 2014 si Marlies Got Talent, por unë kam filluar punën me 24 fëmijë, atë e mbaj mend, që kanë qenë kori fëmijëve të Torontos në 2011. Dhe me thënë për 3 vjet kori ka kënduar në evente të ndryshme komunitare, ato kanë qenë 24 fëmijë dhe kishim një çun. Pastaj me kalimin e kohës është rritur numri, domethënë për vit mund të ketë mesatarisht 50, po ta marrim mesatarisht, domethënë mund të shkojmë 500 fëmijë ndoshta. Me për afërsi, se nuk Imagjino tash si para 14 vjetë, se s'du se du të shkojmë ke pralla dhe ke librat, po imagjino mbi 15 vjet, mbi 500 fëmijë, se sa jetë, se sa karaktere janë formuar si rezultati ndikimit të këtij ambienti me vlera shpirtërore dhe kulturore. Bravo ju qoftë gjitha. Dhe dhurata më e bukur që unë marr është kur takoj tashmë fëmijë që tash janë adult, si mund ta themi, të rinj, 26 vjeçar, 27, dhe ata mendoan më kapi vesh një reunion. Kjo dhuratë më të bukur nuk ka. Imagjino, tash se ti jela shumë e re, ti imagjino tash fëmijët atyre të arrin të vinë te Marlies Got Talent, çfarë bukurie shpirtërore. Për të gjitha nëna duhet të jetë një ndjesi e papërshkruar. Gëzimi. Qa kënaqësie. Tash do kalojmë ke libra. Po. Mban mend cila kanë qenë librat e para që të janë lexuar ose që ke lexuar? Librin e parë fare nuk e mbaj mend. Unë kam lexuar shumë libra dhe kam të vështirë që të zgjedh më të bukurit, por edhe letërsi të huaj, kuptohet, por shqiptar që më kanë ngel në mendje kur kam qenë e vogël, kanë qenë 2 libra. Fantazma dhe Plani 3+4 i shkrimtarit Petro Marko dhe të fshetat Çudirat dhe fsheta e Zamirit e shkrimtarit Skënder Hasko. Ishin kështu me aventura e fëmijë që ishin ndryshe nga librat e tjerë dhe domethënë të zhvillonin fantazinë, domethënë ishte shumë libra të bukur, më kanë bërë përshtypje dhe akoma i mbaj mend. Shpresojmë të gjejmë prindër. Do mundohem edhe unë, po mundohem. Janë. Edhe në festivalin e parë në Book Festival, në festivalin e librit shqiptar, ishte Fantazma Plani 3+4 e pash. Do shkojmë si vjet. Ishte në Shqipëri. Shkojmë si vjet. Tash ti ke përgatitur në një prallë, do të lexosh apo të tregosh? Më bukur sikur na e tregoje një prallë. Në fakt, ashtu është, kam zgjedhur një prallë që më është treguar mua nga baba im kur isha e vogël, nga më të dashurat për mua dhe nga më të dashurat të fëmijëve të mi, sepse ja kam treguar origjinal. Kjo prallë quhet E bukura e dheut dhe ekziston në shumë krahina të Shqipërisë, po unë do ta them origjinal siç më është treguar mua. Në fakt, u mendova pak për ta zgjidhur sepse kjo është shumë e dashur për fëmijët e mi dhe kur i thash që ata tash janë të rritur, po më tharë, do thuash prallën tonë? Megjithatë, mendoj se është prallë e bukur dhe duhet trashëguar. Sot unë do t'ju them një prallë që quhet E bukura e dheut, por kam disa pyetje përpara. Kush ju tregon pralla më shumë në shtëpi? Mami, babi, gjyshja, Merkes? Mami. Naomi? Babi. Aiden? Mami dhe babi. Edhe babi. Po gjyshja? Aha. Edhe gjyshja ca herë. Ertë? Mami dhe gjyshja. Edhe gjyshja, nice. Atëherë, pralla që kam zgjedhur për ju, quhet E bukura e dheut. Kjo prallë thuhet në shumë krahina të Shqipërisë, por unë do t'ju them
versionin që siç më ka treguar mua babi im dhe siç e kam thënë unë fëmijëve të mi. Na ishte një herë një mbretëri e madhe që kishte një mbret të fortë e të fuqishëm. Ai kishte një gocë, një princesh që ishte shumë e bukur, edhe i quanin e bukura e dheut. Ajo po kërkonte një princ që të martohej dhe të krijonte familjen e saj. Dhe kishin njoftuar gjithë mbretërinë që princesha po kërkonte një princ. Dhe shumë djemë të rinj, të fuqishëm, princ ose dhe njerëz të tjerë nga mbretëria e gjerë shkonin për ditë në pallatin mbretëror t'i kërkonin dorën princeshës, të bukurës së dheut. Këtë lajm e dëgjoi dhe çobani. Ai jetonte larg nga pallati dhe kur erdhi lajmi ishte pak vonë. Megjithatë tha, unë do ta provoj fatin tim. Edhe u nis që të shkonte në pallat të kërkonte dorën e princeshës, të bukurës së dheut. Duke ecur rrugës, i gëzuar, ndalon te një lum që të freskohej pak dhe pastaj pak më tutje doli deti. Duke kaluar, shikon një peshk që doli kërceu shumë lart dhe ra në rër dhe po përpëlitej sepse nuk po merrte dot frym. E ndihmoi peshkun, e mori dhe hodhi përsëri në det. Edhe peshku u zhyt, u freskua dhe nxori kokën dhe tha: "Oh, çoban, shumë faleminderit që më shpëtove jetën. Merre këtë hal", nxori një hal edhe ja dha çobanit. "Sa herë të kesh nevojë për mua, digje këtë hal dhe unë do të vi menjëherë të të ndihmoj." Çobani qeshi me vete, tha, peshku kaq i vogël do më ndihmoj mua. Megjithatë e mori halën dhe e futi në xhep. Edhe u ndan si miq të mirë. Duke ecur, çobani u fut në pyll dhe aty dëgjon një zhurmë, një shqiponje plagosur përplaset në tokë, edhe po rënkonte sepse kishte thyrë krahun. E ndihmon çobani, mori 2 drunj, edhe i lidhi krahun, edhe i tha, e mori dhe e hypi në fole. Shqiponja ishte shumë e kënaqur, edhe i tha, faleminderit shumë që më shpëtove jetën, dhe mori një pënd dhe ja dha çobanit. "Sa herë të kesh nevojë për mua, digje këtë pënd dhe unë do të ndihmoj." "Faleminderit", i tha çobani. Kështu që çobani, duke ecur për në rrugë për të shkuar te princesha, bëri 2 miq të mirë, peshkun dhe shqiponjan. Ndërkaq, duke ecur në rrugën e pyllit, po afrohej edhe kështjella e princeshës, shikon një lepur të vogël që ecën me të katra. Ai raponte i tmerruar duke kthyer kokën nga mbrapa, ishte shumë i frikësuar. Edhe e pa çobanin, ndaloi dhe i tha: "Çoban, të lutem më ndihmo pak, sepse po më ndjek gjaktari, do më vrasi çoban." Edhe dridhi i gjithë lepuri. E mori çobani, tha: "Do të ndihmoj unë", dhe e futi në brenda xhaketës dhe e mbuloi. Edhe vjen gjaktari, edhe e pyet çobanin: "Mos pe ndonjë lepur këtej që kaloj?" Po, e pashta çobani kaloi andej. Edhe ndihmoi lepurin, edhe ndërkaq kur e hap të lepuri akoma rinte i fshehur, i tha, edhe i qelloi pap. "Po dili", tha, "se iku", tha gjaktari, "tashi mos ki frikë se je me mua." "Oh", tha lepuri, "shumë faleminderit", edhe i puthi në faqe. Tak çobani. Edhe i tha, "Sa herë të kesh nevojë për mua", edhe mori një nga gëzofi që kanë kafshët, mori një qime të bardhë, se lepuri ishte i bardhë, edhe ja dha çobanit, "Digje këtë qime dhe unë do të vi gjithmonë të të ndihmoj kudo që t'jem." Edhe çobani qeshi se lepuri ishte shumë i vogël, por megjithatë i tha faleminderit edhe u ndan. Ndërkaq çobani mbërriti në pallatin mbretëror, edhe aty e priti princesha. Edhe i thot, "Unë kam dëgjuar që juve po kërkoni një princ për të lidhur jetën dhe dua që të martohemi bashk." I tha ajo, "Në rregull, por unë do t'jap mundësi do fshihesh 3 herë, edhe unë nëse do të gjej të 3 herët, ti nuk mundesh të martohesh me mua, por nëse unë nuk të gjej, atëherë ti je princi im." Çobani ngeli pak si hutuar se nuk e priste këtë provë. Kjo ishte një provë, nëse çobani ishte i zgjuar dhe si do ta kalonte. Edhe i tha princesha, "Tash ti ik, fshiu dhe unë do filloj të kërkoj kur të biri nata." Atëherë çobani u nis, doli për jashtë dhe po filloi të mendoj, "Ku të fshihem tash ti?
sepse është e vështirë të fshihesh, sepse ajo kishte një pasqyrë edhe kontrollonte gjithë botën me atë pasqyrë dhe të gjente. Mirë po, si do t'ja bënte atëherë duke u menduar, u kujtua që kishte halën. Edhe halën ja dha, kush ja dha halën? Peshku. E dogji halën. Sa e dogji? Tak, vjen peshku. Oh, çoban, si e? U përshëndetën, i tha çobani, mund të më ndihmosh pak, sepse unë duhet të fshihem. Mos s'ki problem fare, i tha çobani. Hypi çobani te peshku edhe shkuan në fund të detit. U fshehën pas një shkëmbi edhe nuk bën më zë. Ranata filloi e bukura e vehut me pasqyrë. Kërkon nga mali, e kërkon nga fusha, e kërkon nga deti, e kërkon mbrapa një shkëmbi, e kërko këtej, e kërko ande, dhe pam! E gjeti në fund të detit. E gjeti ku ishte fshehur mbrapa një shkëmbi në New York. Çobani vjen i gëzuar në mëngjes, sepse ishte i sigurt që ishte fshehur në vend shumë të mirë dhe i thot: "Mirëmëngjes princesh, besoj nuk më ke gjetur." Të gjeta çoban, tha, të kishte marrë peshku dhe të kishte futur në fund të detit mbrapa shkëmbi. Çobani ngeli i çuditur. Au, tha, që ka e vështirë. Atëherë dita e dytë. Iku përsëri dhe po mendohej. Ju kujtua pënda. E dogji pëndën, erdhi Shqiponja. Erdhi Shqiponja i tha: "Çoban, si e, si shkon? Çfarë halli ke? Do të ndihmoj." I tha çobani: "Unë duhet të shihem të mos më gjeje bukura e veut." Atëherë ajo Shqiponja e mori në krah edhe çoi lart në male, në një shpellë ku u fut dhe brenda që të mos e gjente asnjëri. Ishte në fakt shumë e fshehur midis pemëve. Erdhi ora, filloi të kërkonte e bukura e veut. Kërko me pasqyrën e saj në male, në fusha, në det, everywhere, kudo. Më doli një fjalë anglisht. Kërko te lumi, kërko në përfusha, kërko në zallishte. Më në fund, kur vajti te mali, tha: "Unë do futem brenda në kejt", dhe e drejtoi pasqyrën aty, edhe e pa çobanin që po bënte muhabet me Shqiponjën. Erdhi dita e nesërme, vajti çobani u kthye i gëzuar dhe gjithë optimizëm mendonte se patjetër që domethënë nuk do ta kishte gjetur. Sa hyri Shqiponja, i tha. Ajo e bukura e veut i tha: "Të gjeta ku ishe në shpellë me Shqiponjën, edhe një ditë ke çoban. Kjo është hera e fundit, edhe atëherë nuk do t'jesh princim." Atëherë çobani u mërzit vërtet. Zbriti poshtë pallatit mbretëror te kopshi, vuri kokën midis dy duarve dhe po mendoi: "Po tani si t'ja bëj?" Ju kujtua më në fund qimja që i dha lepuri. Tha: "Kjo është shpresa ime e fundit." E dogji, tha, të thëras mikun tim të tretë. E thëriti lepurin, erdhi lepuri me një karrotë të madhe që po hante drekën. Edhe i tha: "Ha çoban, ç'keni? Ke nevojë për ndihmë nga unë? Jam gati të ndihmoj. Do një karrotë?" Jo, tha çobani, nuk dua karrotë, po unë dua të fshihem, më ndihmon të fshihem? O, për të fshehur? Unë jam mjeshtër për të fshehur, tha lepuri, sidomos ke kopshi im që e njoh mirë. Atëherë i tha: "Do ta bëjmë kështu." Mori një kungull, e preu nga lart lepuri, edhe i nxori gjithë pjesën e brendshme të kungullit, të pumpkinit. Edhe e bëri bosh, edhe e mbajti kapakun. Edhe u fut çobani aty brenda, i vuri edhe kapakun, edhe lepuri u ul aty dhe po hante karrotat, sikur s'kishte ndodhur asgjë, dhe i tha çobanit: "Mos bëj zhurmë." Ranata filloi e bukura e veut të kërkonte me pasqyrë, kërkon nga mali, kërkon nga fusha, kërkon në zallishte, kërkon në lumenj, kërkon mbrapa malit, kërkon mbrapa everywhere, kërkon nëpër shtëpiza të vogla, kërkon në fshat, kërkon në mullenj, kudo. Dhe më në fund u zëmërua kaq shumë që nuk po e gjente, dhe e mori dhe e theu pasqyrën. Erdhi mëngjesi, erdhi çobani, lepuri trokiti lehtë te kungulli dhe i tha: "Çoban, ço se erdhi koha, erdhi mëngjesi." Doli çobani edhe vajti drejt edhe tek princesha dhe ishte shumë i emocionuar sepse ishte hera e tretë dhe e fundit. Princesha e priti dhe i tha: "Çoban,
nuk të gjeta dot, ti do jesh princi im, edhe të dy të ishin shumë të lumtur, u martuan, edhe bën shumë fëmijë, edhe një ja vun emrin Merkes, edhe një gocë ja vun emrin Ester. Kishte fundi.